Aleatët e Ukrainës në Europë pritet të bien dakord që garancitë e sigurisë duhet përfshin angazhime të detyrueshme për të mbështetur Kievin në rast të një sulmi të matosur në të ardhmen nga Rusia. Kjo bëhet e ditur sipas një draft deklarate të përgatitur përpara samitit në Paris, citon Reuters. Këto angazhime mund të përfshijnë përdorimin e aftësive ushtarake, inteligjencës dhe mbështetjes logjistike, iniciativave diplomatike, miratimin e sanksioneve shtesë, thekson drafti, i cili ende ka nevojë për miratim nga udhëheqësit e koalicionit të gatshmëve të aleatëve të Ukrainës në Paris. I dërguari special i presidentit SBA Donald Trump, Steve Witkoff dhe dhëndri Trump, Jared Kushner, kanë mbërritur në Paris, në Elize, për samitin ku do të marrin pjesë më shumë se 27 udhëheqës. Takimi synon të finalizojë sa më shumë kontribute të mundur për garancitë e ardhshme të sigurisë për të siguruar Kievin në rast të janë pushime me Rusinë, e cila pushtoi fqinjën e saj në vitin 2014 dhe përsëri në shkallë të plotë në vitin 2022. Teksti i draftit nënvizon se si diskutimet mbi garancitë e sigurisë kanë përparuar në javën e fundit, edhe pse Moska nuk ka dhënë asnjë shenjë publike se do të pranonte marrëveshje të tilla. Deri vonë, pjesa më e madhe e vëmendjes ishte premtimet për ndihmë ushtarake për forcat e Ukrainës dhe kontributet e mundshme në një forcë ndërkombëtare sigurie. Por diplomatët thonë se vëmendja tani po zhvendoset te garancitë ligjërisht e detyrueshme për të ardhur në ndihmë Kievit në rast të një sulmi tjetër nga Moska. Mundësia një përgjigje ushtarake ka të ngjarë të shkaktojë debat në shumë vende evropiane, thonë diplomatët për Reuters. Kievi ka thënë prekosh se nuk mund të jetë i sigurt pa garanci që janë të krahasueshme me marrëveshjen e mbrojtjes në sjellje të aleancës së NATO-s për të penguar Rusinë të sulmojë përsëri. Presidenti Volodymyr Zelensky ka mbërritur në Paris, duke takuar fillimisht me homologun e tij francez Emmanuel Macron. Këto bisedime kanë për qëllim të ofrojnë më shumë mbrojtje dhe forcë për Ukrainën. Ne po mbështetemi në mbështetjen e partnerëve tanë dhe në hapa që mund të garantojmë siguri të vërtetë për popullin tonë, tha Zelensky. Një zyrtar i lartë evropian tha se kishte shpresë se forcimi i garancive të koalicionit do të ndihmonte gjithashtu në çmentimin e angazhimeve të SBA-s, të cilat janë përcaktuar gjithsesi në diskutime dypalëshe me Ukrainën. Deklarata e draftit për takimin e së martës në Paris thekson se aleatët do të marrin pjesë në një mekanizëm monitorimi dhe verifikimi të anëpushimit të udhëhequr nga SBA.